Shqiptari futet me armë në avion, momenti kur arrestohet. Shqiptari kaloi kontrollin e sigurisë me armën gjatë një ndërrimi turni në një pikë kontrolli sigurie në TSA muajin e kaluar dhe hipi në fluturimin e tij me një pistolet gjysmë automatike Glock 9 mm në çantë. Kamerat e vendosura në uniformat e policisë amerikane kanë kapur momentin kur policia e Chicagos arreston një pasagjer të armatosur me një armë të mbushur në një aeroplan në aeroportin ndërkombëtar, ku i arrestuar është një shqiptar i identifikuar si Besnik Ismailaj, 53 vjeç. Shqiptari kaloi kontrollin e sigurisë me armën gjatë një ndërrimi turni në një pikë kontrolli sigurie muajin e kaluar dhe e hipi në fluturimin e tij me një pistolet gjysmë automatike në çantën e tij. Videoja e publikuar tregon Ismailajn të ulur në klasin e parë kur autoritetet futen brenda dhe e shoqërojnë atë duke e larguar nga aeroplani. Kur policët e pyetën nëse e dinte pse ishin atje, ai u tha: "Po, është në çantën time, e harrova", i tha ai një polici pasi zbret nga aeroplani dhe i vjen prangat. Ai duket i qetë dhe bashkëpunues ndërsa policët kontrollojnë çantën e tij dhe i gjejnë pistoletën. Ismailaj e kaloi pistoletën përmes pikës së kontrollit të sigurisë 2 në terminalin 1 të O'Hare gjatë një ndërrimi turni të TSA-s më 15 prill. Një agent i TSA-s pranoi se e pa armën në makinën me rreze X, por Ismailaj futi dorën brenda, mori çantën e tij dhe u nis për në fluturimin e tij përpara se ata ta konfiksonin. Një udhëtar tjetër që priste në radhën e sigurisë u dha gjithashtu policëve një përshkrim se si i dukej pasagjeri me armë, sapo u nxorr nga aeroplani dhe u arrestua. Videoja tregon policët duke e futur atë në pjesën e pasme të një furgoni policie në pistë dhe duke e çuar në një dhomë pritjeje, ku ju lexuan të drejtat e tij. Ismailaj u akuzua për një kundërvajtje për mbajtjen e një armë me zjarri të fshehur në aeroport. Ai do të paraqitet në gjykatë më 9 qershor.